Nga e premtja e deri mëngjesin e së hënës, një pjesë e fshatit Landovic të Prizrenit ishte pa rrymë. Për këtë, banorët thanë se nuk kanë marrë asnjë sqarim dhe se ende asnjë ekip i KEDS-it nuk u ka shkuar. Në mungesë përgjigje e reagimi, banorët ndërhyn vetë. Për momentin kemi rrymë dhe kemi rregullu vetë. Vetë si banori, na i kuptojmë reduktimet. Kur është reduktimi 2 me 4 se 4 me 2, po të paktën me pas në qëtëror. Asnjë sqarim nuk na u dhënë, absolut. Por ata dyshojnë se kompania përgjegjëse për rjetin e shpërndarjes qëllimisht u akufizoi furnizimin duke ndërhyrë në trafot e fshatit. Ne kemi dashur edhe me besu me ata që punëtorët e KEDS-it kanë ardhur të premten në Romje dhe i kanë heqë sigureset në 3 trafo. I kemi pa në trafot, mos i kemi hap sot, i kemi këshyr me disa kështu banor që janë hek nga një fazë për të gjitha pjesëve. Mirë, për në këtë pjesën, në këtë lagjën, si thash edhe më parë, është ndal komplet, prej premtes. Më shqetësuese e të vështirë, sipas tyre, situatën e bëjnë temperaturat e ulta. Përderisa paguhet rryma elektrike dhe duhet ta kemi. Mirë po, edhe paguhet, edhe nuk ka. Është prishur një shtylla s'është e prishur fare, është kputur një teli s'është i prishur fare, i kputur, po këto janë arsyet e tyre. Por ky është vetëm një nga shumë vendbanimet që janë përballur me ndërprerje të energjisë elektrike ditëve të fundit. Në një përgjigje lidhur me situatën e përgjithshme në vend, KEDS-i konfirmoi se po aplikon ndërprerje për të ulur konsumin. KEDS njofton që nuk ka reduktim, ka vetëm kufizim të energjisë elektrike për shkak të rritjes së konsumit të energjisë. Në këtë kompani thonë se situata mund të përkeqësohet. Nëse ky trend i rritjes vazhdon, ekziston rreziku që të ndikojë negativisht në furnizimin e rregullt dhe të qëndrueshëm me energji elektrike, veçanërisht në disa rajone ku kapacitetet e shpërndarjes janë të kufizuara. Zonat më të prekura si pasojë mungesës së kapaciteteve transmetuese, sipas KEDS-it janë Gjilani, Rahoveci, Vitia, Gjakova, Prizreni, Malisheva, Suhareka dhe Mitrovica.